Shëni, jo që është përgdhejlje, po është stër përgdhejlje. Vetëm 72 orë pas takimit me Putinin, të shkosh në Beograd, të Vučićit do thot me Putinin, të shkosh në Beograd dhe nuk është asgjë tjetër posa rehabilitimi Vučićit para gjithë botës. Për fat, kësaj radhe ka në Evropë të tillë që kanë reaguar fuqishëm kundër asaj vizite në Beograd. Unë nuk mendoj që është dashur shkoj në fund të vizitës, unë mendoj që nuk është dashur të shkoj fare. Për kësaj radhe është dashur ta kaloj Beogradin, sepse me këtë vizitë të Vučićit në Beograd dhe me një vizitë të Porfirijes, të parit të kishës ortodokse, patriarkut të kishës ortodokse në Moskë dhe takimit me Putinin, ku tha se Serbia, nëse do të ketë ndarje të reja geopolitike, dëshiron të radhitet me Rusin, bashkë me duke e përfshi aty Republikën Serbe, Malin e Zi dhe Kosovën. Ato kanë qenë të koordinume. Dhe kjo është krejt normale për një shtet klerofashist çfarë është sot Serbia. Është krejt normale, do thot. I ka paraprit 5 ditë, 10 ditë më herët, do thot patriarku, shkuarja se Vučićit. Pas gjithë kësaj, të shkosh në Beograd dhe ta takosh Vučićin është më zbuti thënë jo korrekte. Si duk reagimi pra i Kosta, sepse të gjuam edhe konferencën e tij në Beograd. Shumë i butë ishte. Jo, edhe po e shtroj pyetje pra ndaj kritikave që bën nga Bashkimi Evropian, nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, pasi ka marrë shumë kritika, por megjithatë tha vendosa të vi. Unë mendoj që në Bashkimin Evropian nuk e përjashtoj mundësinë që ka 2 linja ose ndoshta 3, po 2 me siguri dhe njëra linjë nuk pajtohet me këtë qëndrim. Cili o ky qëndrim? Ky qëndrim i zotit Kosta, shkuarja e tij në Beograd është vazhdimsi e politikës nga viti 2013 e stabilokracisë, që Bashkimi Evropian e ka avansu në Ballkan duke nxjerrë Vučićin si faktorin e stabilitetit, do thot. E mbajmë afër sepse ky ruan paqen. Dhe çfarë ka ndodhur për këto 12 vite? Jo që nuk ka ruajtur stabilitetin, por ka shkaktuar destabilitet. Dhe me këtë logjik, nëse vazhdohet me këtë logjik, kjo logjike asaj politike të stabilokracisë jo vetëm që do ta destabilizojë Ballkanin, por mund ta çojë edhe në luftë. E lexova sot reagimin e 25 deputetëve të Parlamentit Britanik, ku kërkohet që të sankcionohet Vučići dhe ku thuhet që me këtë politikë ne do ta destabilizojmë Ballkanin. Por faktikisht nuk janë Bashkimi Evropian ata. Britania ka të çasjen agresive ndaj politikës ruse, pra edhe në Ukrainë dhe si vazhda asaj e kundërshtimit të madh armiqësisë të madhe që ka me Rusinë, pra e bën edhe ndaj Serbisë, në vazhdim të asaj, mirë po. Do duhet njëjtën ta bënte edhe Evropa. Po s'po e bëjnë Bashkimi Evropian. Ne dëgjojmë vazhdimisht që Ballkani duhet të ruhet nga lufta hibride, nga qëndrimet ruse. Ndërkohë, ti ki vendet e Bashkimit Evropian që në organizatat multilaterale votojnë me Rusin kundër Kosovës, ose thënë ndryshe, nëse mund të shkoj të bëjë edhe një digresion. Në vitin 2007 pengesë për hyrjen e pakës atësore në Këshillin e Sigurimit, ka qenë Rusia. Kush e kam paramendu që në vitin 2024, Gjermania, Franca dhe Italia do t'jenë pengesë e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës.